që e ka pas të zgjedhjeve të mëparshme, për shkak se e pam që zoti Hamza nuk po mund me arrit partinë, pse nuk e kanë qitë, me që shumë herë është përmendur Rani Ismaili që e ka marrë gjeneratën e re në Prishtinë, edhe kanë thënë pse nuk e kanë qitë për kandidat për kryeministër, po si duket Partia Demokratike e Kosovës ka pa diçka brenda, sepse tash po shihet edhe rezultati që pas zotit Hamza njerëzit e partisë ose votuesit e Partisë Demokratike të Kosovës janë duke i pa disa emra të tjerë si mundësi e zavendësimit të zotit Hamza, si për shembull zotri Përparim Gruda ose Arjan Tahiri nga Mitrovica, këta kanë dalë para zotit Rani Ismaili me vota deri më tani, edhe si duket votuesi i PDK-s është duke bërë zgjedhjen e vet, domethënë në mes të zotit Gruda dhe zotit Tahiri për të marrë leadershipin ose për të provu diçka më ndryshe në PDK. Ti mendon që ka diçka konkrete atë? Konkretja është te Rani Ismaili, po jo te këta dy. Sipas gjitha gjasave është duke u përmend tash edhe emri i zotit Gruda në mes të anëtarëve të kryesisë si një kompromis për shkak të atyre tashetëmeve që po bëhen brenda që mund të ketë mandej edhe një ndarje tjetër, kështu që ndoshta zoti Gruda do të jetë një parafrus i të gjithëve, ose një kompromis në mes të PDK-s. Okej, tani zoti Kryeziu që qetësia